qenë edhe disa sene shumë bukura që sot për herë të parë po e tregoj një rast interesant. Kur kemi qenë grup parlamentare, kemi pas një momenti që ke pak i ranë për neve kur ke ajo rezoluta që do të kemi votuar dhe patëm një farë keq kuptimi aty me grupet e tjera, edhe më kujtohet Uka e mor fjalën e tha një fjalë shumë që më ka me tash në zemër. Për shembull tha 2 herë ka pas atentat ndaj babës. E din. E moj men, po. Tha baba herën e dytë na ka mbledh edhe na ka thonë çore çka do që të ndodh me mu. Mos u nalni, vazhdoni përpara, mos keni polarizime, mos u urreni në një tjetrin. Kosova do të më ecë, shteti do të më ecë. S'ka lidhje, mos keni armiqësi edhe urrëtie ndaj njerëzve. Po ecni edhe shtyni proceset. Pa kur Gjober Ermal nuk e tregon karakterin e Ibrahim Rugovës më shumë se sa kur ka bërë koalicion me AK-n në vitin 2004, domethënë armiqësia e AK-s me LDK-n në Dugaxhin o kon buz luftës civile. Rugova o kon çaq vizionar që ka vendos ani kur i nitash të do të vetëvendosës të i thonë ju me këta, o Rugova u kon me këta, domethënë aje ka thy pari morin, leni këto broçkulla. Po dhe se lideri do të më boshit. Aje ka thy, ajo kon personi që o kryen ndaj tij atentat, s'po tham kush e ka bë. Po kishte o drejtu dika çanena. Edhe ai ka thonë Ramushit hajde këtu. Domethënë ka ndodhur strelci, ka ndodhur Terzema, ka ndodhur plot, aje ka thy morin. Për mua ka qenë një momenteve kështu të emocionale të grupit parlamentar, ku tregon paranosa madhështi dosh me pas mas atentatin ndaj te medalja mi thonë çado që të ndodh jo rrini bashk jo si LDK po bashkë me këtë partit edhe shtynë shtetin përpara.